Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Sot Parlamenti u mblodh për të diskutuar projekt buxhetin për vitin 2026. Pas disa kohësh mungese, në sallë u shfaq sot edhe kryeministri Rama, që në krah mbante Belinda Ballukun, e cila pavarësisht statusit ligjor para drejtësisë, u prezantua sot me kurajo politike para publikut. Por opozita nuk mbeti pas në skenografinë e ditës. Deputetët e Partisë Demokratike u ngritën në këmbë dhe i kthyen kurizin kryeministrit teksa i fliste. Një akt që në rrjetet sociale u trajtua si gjetje, si formë proteste, por edhe si meme në të njëjtën kohë. Mirpo ironia e ditës vjen më vonë. Sapo mori fjalën zonja Balluku, Partia Demokratike vendosi të braktisë sallën, për të cilën prej muajsh thotë se është e grabitur, e mbyllur, e uzurpuar. Pikërisht sot vendosën t'ia dhurojnë hapësirat parlamentare Partisë Socialiste dhe partive të tjera opozitare, të cilat morën protagonizmin e tyre në këtë situatë. Megjithatë, e njëjta PD që proteston në shesh, që thret për demokracitë munguar, që bllokon dhe organizon foltore, është e gatshme të ulet në komisione me Partinë Socialiste. Komisione këto që janë ngritur për të arritur një marrëveshje të madhe politike me socialistët. Një lloj bipartizanizmi që zakonisht funksionon jashtë kamerave. Po kush është paradoksi? Politika shqiptare apo ne që vazhdojmë të çuditemi nga e njëjta skenë që përsëritet çdo sezon si serial me skenar të ricikluar. Paralel me paradokset e Tiranës, edhe Prishtina ka kaluar në një nivel tjetër të kompleksitetit të politikës. Parlamenti sot atje ka dështuar të zgjedhë qeverinë e re dhe vendi do shkojë në zgjedhje të parakoshme. Do të ndalemi pra edhe tek Tirana dhe tek Kosova, por dhe tek një ngjarje tjetër, tek 21 janari, sepse sot Sali Berisha për herë të parë është pyetur në SPAK, pra ka dëshmuar në SPAK, në prokurorinë e posaçme, si person në dijeni për ngjarjen e 21 janarit. Ka qëndruar për rreth 2 orë atje dhe kjo është një ngjarje në fakt që meriton analizën tonë, të cilën unë do ta bëj me zotin Endri Tafani, analist, mirëmbrëma zoti Tafani. Mirë se erdhët në Now, Fitim Zekti, pedagog, analist, mirëmbrëma zoti Zekti. Shumë kënaqësi që jeni këtu. Lavdrim Lita, gazetar, Faktor.al, mirëmbrëma Lita. Mirë se erdhe, Mentor Kikia, gazetar, analist, mirëmbrëma Mentor. Shumë faleminderit që je këtu. Parlamenti në fakt po vazhdon punimet, edhe sot, edhe ditët e nesërme, po për buxhetin 2026, po ndjekim pak materialin çfarë ndodhi sot në seancën e sotme, pra po sidomos në orët e paradites. Në prag të ditës ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve, sot do ta nisim të seancë plenare në një mënyrë si të pazakontë. Më ka qelluar ndonjëherë t'ju shoh edhe nga televizori, por kjo sallë në origjinal pas ka një hije tjetër, më të rëndë. Besoj për shkak se këtu miratojnë ligjet që rregullojnë jetën tonë. Po edhe të ankoheni për ligjin e të më ktheni mua kurrizin sikur nuk shkon më burr. Më mirë shpina se fytyra juaj. Ky 450 milion euroshi është thjesht aritmetika e atij që mua më mungon shumë, por që e kujtoj përmes jush. 77-42. Nuk dua të marr shumë kohë, edhe pse do më pëlqente të vazhdoja gjatë me këtë pamje ekskluzive që kam këtu, më frymëzon shumë. Dhe kështu me faqe për muri ju pafsha gjithmonë vetëm me shëndet, aman, se na duheni gjallë. Nuk ka gjë më etike për një kuvend që do duhet i shërbej interesit publik, se sa t'i kthej kurrizin dhe të përbuz një njeri të korruptuar, një qeveri të korruptuar, një njeri që u paraqit këtu në këtë foltore, jo si avokat i interesit publik, po si avokat i aferës korruptive të inceneratorëve, avokat i aferës së tunelit Llogaras dhe avokat i çdo afere korruptive të kësaj qeverie. Drejtuesi i seancës, kur çmohet prej tij, i tërheq vëmendjen deputetit. Zonja zëvendës kryetare, ju lutem mos u bëni fisharake. Unë jam duke folur për buxhetin e shtetit dhe se si e ndërtoj unë fjalën time, nuk ka ardhur dita ta vendos me SMS-n që dërgoj ty, ta ulan balla nga ty përballë meje. Zonja Balluku, fjala për ju. Ju lutem uluni. Nuk do t'i gjoni kur nga unë akuza, sharje e as kërcënime për drejtësinë e re. Edhe kur preken personalisht.
Jeni kthyer në një tifozëri sedentare, që i lutet Zotit aman t'i heq spaku këta që të vim në. Unë me shumë prej jush jam përballur politikisht. Dhe jam përballur në fushë betejë, aty kur duhet të dalin dhe të përballen burrat. Dhe shumë prej jush i kam ulur në gjunjë si ai që uluret. Vazhdojmë shumë. Zoti Sheaj, keni përsëritur disa herë shkeljen në bazë të nenit 64. O Agron, Fraksion nuk bëhet 3. politika me selfie, Agron. Mirë, ky ishte parlamenti sot, seanca e parë pas nisjes foltoreve parlamentare o qytetare të opozitës, hera parë që kryeministri shfaqej në krah me zonjën Balluku pas një kohe të gjatë mungese. Dua t'ju marr një koment për këto që pam, Dita ta nis me ty se më bëri përshtypje që kishe shkruar në rrjetet sociale, po shkoj tek Erla për të luftuar regjimin. Nuk e bëri opozita mjaftueshëm sot luftën ndaj regjimit? Do thonë, na ka thënë OBSH-ja që në Shqipëri ka shumë probleme me shëndetin mendor. Me shëndetin mendor. Një ditë bëhet protesta, ditën tjetër shkohet me Damian Gjiknurin për të bërë reformën zgjedhore. 3 ditë më pas i kthehet kurrizi kryeministrit, kur ata duhet ta shikojnë në sy dhe t'ja plasin të gjitha ato që kanë për të thënë. Kur del ajo që ata kanë akuzuar për korrupsion dhe për vjedhje masive, ikin nga kuvendi. Do thonë, këtu ka jo bipartizan, këtu ka bipolaritet, ka skizofreni të tepruar në kuvendin e Shqipërisë. Nuk ka skizofreni të tepruar e fortë është kjo. Ka sjellje skizofrene. Një tjetër gjë bëjnë, tjetër gjë thonë. Më kupton? Këmbët e çojnë në protest, koka e çon tek reforma në drejtësi për t'i vënë lakun spakut. Unë nuk po kuptoj fare, domethënë, këta seriozisht e kanë me këtë lojë politike. Po çfarë ishte në gjykimin tënd? Pra një injorim, një tallje, një formë proteste, një gjetje nga ana opozitës? Flash mobi që bën ata është teknikë që përdorin shoqatat sorosiste për të denoncuar një akt. Ku? Për t'i kthyer kur i kthejnë kurrizin? Po, është një teknikë që përdoret, quhet flash mob. Flash mob? Po, flash mob. Partia Demokratike bën flash mob në kuvend. Tashi, unë nuk di kush ja ka thënë Sali Berishës ose Gazbardit të bëjnë flash mob në kuvend. Se kjo nuk më duket as... Nuk është si gjetje, si një formë proteste, injorimin dhe kryeministrit, apo ja? Po jo, me zotëri, ata janë veshur me kostume kollare, du ta shikojnë kryeministrin në sy, ai shqyqy që po ju vjen aty. Dhe t'ja thonë, o zotëri, 1, 2, 3, 4. Ku shkon ti? Domethënë, nga 2013 deri më sot, qeverisja ka shpenzuar 70 miliard euro. Ku është me shëndetësinë, ku është me arsimin, ku është me sigurinë, ku kanë shkuar lekët? Ata ikin nga kuvendi. Del ministri për cilin akuzojnë për miliarda euro. Vjet ata ikin. Si u ikin ata? Pra duhet ishte një ditë ku, po themi, qëndrimi i tyre duhet ishte, ose akte duhet ishin dhe më të forta sot. Unë kam shumë probleme me i kuptu ata, se ne po tentojmë t'i marrim seriozisht. Unë nuk i marr dot seriozisht ata. Ata i kthejnë kurrizin kryeministrit. Këto do të shikojnë në sy, do të shkojnë aty. Okej, ti kështu e shef. Patjetër. Mirë, Zekthi? Kur politika nuk ka substancë, merret me gjeste. Pra, kjo është politika e gjesteve. Është pa substancë, është gjë pa kuptim, është gjë që nuk ka as rezultat, është gjë që as rrit besueshmërinë e atij që e bën, dhe as dëmton besueshmërinë e atij ndaj cilit kjo bëhet. Pra, është vërtet domethënë e habitshme se si politika degeneron në një hapësirë boshe. Shikoj, disi është problemi. Është kjo që thotë zoti Lida, po i marrim seriozisht, po kjo është boshllëk. Ka mirë, dëgjoj, se politika dhe me gjeste mund të flasin në momente të caktuara. Pra mund të kenë gjeste që kur ti bën gjeste, do thotë që ke problem me substancën. Pse bën gjestin ti? Sepse nuk të mungon substanca. Kur të mungon substanca. Ja, mirë, ata pretendojnë që kur kanë substancë, majoranca nuk i lejon të flasë. Kjo se shkon fjala. Kjo se ty të beson populli. Kjo se thot vërtetën. Maro këtu, nuk ka nevojë për gjeste. Okej. Kjo se si ke këto, nuk thu dot gjëra serioze. Nuk je serioz, nuk të besoj njerëzit dhe nuk merresh dot seriozisht me gjërat. S'ke substancë, nuk bësh dot gjeste. Ku di gjesta janë gjithfarsoshme apo jo? Vishu me lara, vishu pa lara, kthej kurrizin, shko atje, bëj sikur shaj, bëj sikur zihesh, dil protestë, nga protesta, dil çadër, nga çadra. Bëj nga këto veprime, domethënë që janë veprime për të tërhequr sa do pak vëmendjen e njerëzve, me demek unë po luftoj.
Në Greqinë e vjetër, i gëzoja dy koncepte, antagonizmi dhe protagonizmi. Vini nga teatri i Greqisë to. Edhe thonin ata që studionin këtë punë më mirë se unë që në fakt është nevoja për një lloj protagonizmi për të mbuluar pamundësinë për të qenë protagonist që ti bën si antagonist. Kjo është e gjitha. Pra këta ai bën si kur është antagonist me ata, sepse do të jetë protagonist dhe nuk është protagonist dhe këtë e bën emër të protagonizmit. Ka që thjesht është. Është i thjeshtë i rrema që i bëhet gjithëve. Këtu ka një problem bazik, themelor. Dyja palët janë jashtë politikës, dyja palët janë të depolizuara, asnjëra prej palëve nuk ndryshon dot kapacitetin e vet elektoral, edhe nuk do që ta ndryshojë kapacitetin e vet elektoral, sepse qëllimi i tyre nuk është të ndryshojnë kapacitetin elektoral. Qëllimi i tyre është të mbrohen në diçka tjetër. Të dyja rrezikohen nga drejtësia, nga spaku. Diskutohet fare. Të dyja kanë një merak. Si të jenë të mbrojtura nga kjo gjë që mund të rrezikojë. Ai sa mund të rrezikojë. Dhe tani po bëjnë teatr. Para se shkojnë aty, çfarë po bëjnë? Duket si patjetër, gjithë populli thotë, gjithë populli e dallon, kjo nuk do as politolog as profesor më tash. S'ka nevojë kjo fare. Kjo është e dukshme. Këtë veprime të kota fare. Buxheti, çdo ligj tjetër, buxheti është i rëndësishëm, po, që meriton. Jo që është rëndësishëm, po buxheti tregon si do qeveriset vendi. Pra, çfarë filozofie ka qeveria? Edhe po ta shohësh buxhetin, ai sa mund ta, se nuk merret veç çfarë bëhet tash, jo, do po ai sa kuptojmë ne, do jetë linja që ka qenë. Dhe të ketë një truk të vogël me pagat dhe pensionet. Sepse qeveria kërkon që të ruajë këtë lloj kapaciteti elektoral që ka, këtë lloj bazamente ose këtë lloj depoziti elektorale që ka. Edhe të tjerat janë një lloj. Pra, aty nuk ka asnjë lek për të përkrahur luftën e korrupsionit. Zero. Se çfarë shqetësimi është? Buxheti adreson shqetësimet kryesore të vendit. Në farë mënyrë. Ja problemet e ekonomisë, pra me varfërinë, me hallë dhe njerëz ku diu me shëndetësinë dhe gjërat, edhe cili është hallti i madh në Shqipëri? Është korrupsioni. Qeveria mund ta ndihmojë luftën ndaj korrupsionit, me para, me buxhete. Po nuk duan thuat. Po patjetër, Okej. Qeveria është gati të paguajë para që të mos luftohet korrupsioni. Po vetëm se nuk e bën dot zë buxhetor, zë buxhet $100 milion kundër spagut. Po kishte mundësi të ta bënte. Mund të shkonte deri aty thua. Absolutisht, po, është sigurt. Po të kishte mundësi kryeministri Rama të bënte zë buxhetor. Sa thoi $100 milion? Jo valla, $1 miliard. Sa buxheti i gjithë 3 deri 4 miliard. Do e linte, sepse ky është i do e linte ndërkombëtarët ta bënte këtë. Dakor, pra nuk e më them sikur ti i lirë, shkon në Kamerun. Dëshira fshehur. Në Kamerun ka një president quhet Paul Biya. Tani u rizgjodh për herë të 8 ose 9 moshën 90 vjeçare, nuk shkulet ai. Atje është legale. Kur me ato të buxheti e thotë 40% ka presidenti, tani 60% ndajnë si doni. E bën legalisht më. Sepse ai nuk është më në ndonjë mors ndërkombëtar apo në presion ndërkombëtar dhe mund ta bëj. Ne kemi këtë lloj kontrolli që thotë ju ndërkombëtar dhe nuk e bën dot, po të mos ishte kjo gjë. Okej, po donte. Kryeministri Rama që qytetar do të zë buxhetor. $1 miliard kundër spagut. Okej. Po patjetër. Kikia. Si e komenton pra parlamentin sot? Po edhe këtë kthimin e kurrizit nga opozita. Pra është një injorim, një formë tallje, një protestë. Ka dy pjesë parlamenti sot. Ka pjesën e ndeshjes së lirë, që është pjesa politike, ishte edhe pjesa tjetër e debatit dhe diskutimit për buxhetin. Pjesa e parë, që po e quaj pjesa politike, kishte risi që kryeministri mbriti më në fund në Shqipëri dhe erdhi në parlament, dhe ndërkohë zëvendës kryeministrja u shfaq për herë të parë në kuvend, në dijenin time, pas statusit ligjor me drejtësinë. Pas komunikimit e akuzë dhe pas një vale të madhe sulmesh në rrjetet sociale, një lloj agresiviteti dhe kur zonja Balluku shmangu përgjithsisht prezencën e saj publike. Dhe sjellja e opozitës tash, për te fakti që unë mendoj që kjo opozitë ose ribëhet ose zhbëhet. Zhbëhet ose ribëhet? Po të dyja variantet këtu, pra bëhet zhbëhet. Ose ribëhet. Po edhe për të ribërë i bie të prishet kjo që është që të ribëhet nga fillimi. Jo, zhbërja është fare pastaj. Okej. Por të mbetemi ke ngjarja e sotme. Po duam të kritikojmë ka sa duash. Po. Por mendoj që këtu jemi në kushtet e fabulës së gomarit me ujin. Qa uj ka të gomarit, thaj, ujt në zeta. Po e ke djegur, thaj, e rahu agaj, shërbëtojnë. Qa uj ka të thaj, ftosa, po e ke ftori, thaj, e rahu prap. Tani, nëse opozita del bërtet prish folat e seancën i kap mikrofoni, po jo, ma pas bët që opozit, që shkëve opozit kështu. Nëse gjuar me karrike, bën zhurmë, pra themi, po jo, ma shërtur se na fliqen. Nëse ata do rrinë heqë të themi, po mirë më për qa keni shku aty që se si the dy fjalë, po, dakor. Nëse thjesht do flasin të thonë, po mirë më për qa shpra i dim këtone, tash i që këto, ky ka vjedhë, ky ka bërtë. Nëse këthen kur rri, po ja, me se shturp që nuk bëhet kështu. Kështu që se cili mund të ketë metodologjinë e vetë të opozitarizmit,
të kthyerit të shpinës kryeministrit dhe braktisja Gjatë kohës që fliste Balluku, pa. Balluku, se këtu ishin vetëm dy akte. Pjesa tjetër pastaj ishte, le të themi, normaliteti i parlamentit ton. Mund mos jenë si gjetje, po janë dy sjellje të reja sepse s'ka ngel ça për të thënë më. Domethënë, nëse deputetët do fillonin të banin fjalime që Balluku është e korruptuar, s'do bënin që vetë do lexonin dosjen prapë. Nuk ishte dita sot për të mos u larguar, për të bërë akte më të forta? Se di, besoj se mund të ishte dita kur do diskutohej buxheti, por ato minutat e para të fjalimeve politikanët i përdorën për të shkëmbyer replikat dhe zonja Balluku do donte të justifikonte prezencën e saj dhe me gjitha edhe akuzat dhe një farë mënyre ja doli duke thënë që ju më keni natë, më shani më bëni sepse unë ju munda e ula në gjujë politikisht, më të thash, duke anashkaluar historinë e akuzës së ngritur ndaj saj. Nëse do futej në atë kurs për plasje, besoj që do futesh në sherrë, pushime, seancash, përjashto njërin përjashto tjetrin. Gjithsesi, kthyrja kurrizit ishte thjesht një çështje refuzimi. Dhe ndodh. Gazetarët në disa vende kur duan të braktisin apo të refuzojnë një X zyrtar, një politikan, një zyrtar, po i kthejnë kurrizin, ose i heqin mikrofonin. A është një instrument politik? Është një instrument politik. Unë besoj që në një parlament ku opozita nuk ka më fuqi kartonash dhe majoranca mund t'i përdori edhe këto. Nuk ka më fuqi ta diktoj ligjin, ta frenoj etj. Thjesht do të përpiqet të gjej instrumenta që të tregojë që po bën kundërshtim. Okej, Tafani, ta marrë dhe një koment nga Tafani. Tani, nga opozita nuk u kuptua, domethënë, rëndësia e datës sotshme. Sepse sot po kaloi projekt ligji për buxhetin. Projekt ligji për buxhetin, sipas Kushtetutës së Shqipërisë, do 71 vota. Nuk është me shumicë të atyre që janë prezent. Kërkohen kastile 71 vota, sepse është vot besim për qeverinë. Ironikisht, apo si thua, edhe rastësisht edhe në Kosovë kemi pasur, edhe në Kosovë kemi pasur çështjen e buxhetit, domethënë këto ditë. Po jo, s'kaloi buxheti sot, edhe kur ndalemi te Kosova do ndalemi edhe te buxheti i Kosovës. Shiko, buxheti është mënyra se si një forcë politike mendon të qeverisë vendin. Dhe në qoftë se ne PS-n e shikojmë se si ka ndërmend të qeverisë, ne nuk e dimë se si ka ndërmend të qeverisë PD-ja. Sot ishte rasti për PD-n të tregonte dhe të merre thjesht me buxhetin. Janë rreth 200 ditë të tjera në vit në të cilat mund të bëjnë numra të tillë. Sot korrektes nuk e braktisi seancën PD-ja. Sot jo, seancën nuk e braktisi vetëm në momentin që foli doli për jashtë thjesht foli se më pas u rikthye Gazmend Bardhi dhe të tjerët. Sot tentova domethënë që të shikojen çik seancën dhe ishin na 2-3 që prekën ca pika të buxhetit, na deputetë që kanë folur, por pamjet në ekran janë ose ato që flitet nëpër studio është kthimi mbrapsh, toni, çfarë tha Belinda e këto të tjerët. Pra, e tërhoqin gjithë vëmendjen, gjithë ato diskutimet që mund të kishin bërë ata pak deputet PD-s që u morën thjesht me buxhetin, humbën. Dhe nuk dalin më në media. Në media do dalin si u kthy Kurrizi, si ia ktheu me batut Belindës e tjerë. Që e bën jo efektive edhe atë punën e atyre pak deputetëve që kanë marrë mundimin për ta lexuar. Dhe për më tepër e bën dhe pak më efektive luftën politike të PD-s, që askush nuk e merr vesh çfarë mendimi ka PD-ja për buxhetin. Okej. Ti kështu e shaq. Sepse po normalisht, sepse buxheti, siç e thash, është akti më i rëndësishëm. Pra në parlament ligji që kalon më i rëndësishëm, po të heqim ato të tjera, është ligji i buxhetit. Ata vazhdojnë po flasin atje. Dhe ti nuk e di, po doja, për shembull sot nuk e din se çfarë edhe ditën e nesërme do të vazhdojnë. Nëse nuk bëjnë prapë ndonjë sken të tillë si Po, është nuk ishte pikërisht dita sot për të bërë këto numra të tillë. Dhe pastaj mund t'i kthehemi edhe pjesës tjetër, që nuk ka kuptim kjo sjellje. Unë do isha më i lumtur nëse në parlament sot do diskutohesh për buxhetin dhe kur të vinte puna aty komisionit për reformën zgjedhore të kthenin Kurrizin. Ja, se do shkojmë dhe tek ai komisioni. Se sa të bëjnë të anasjellë. Dy kërkesa për komisionin e Venecijës. Zekti që të bëj një pyetje tjetër pastaj. Fakti që ti po shkon në komision dhe po ndryshon edhe kushtetutën me Ramën. Gjithë këtë këtu e kthen maskarad. E kthen në një teatr, në një show politik. Çfarë është ky show që ti kthen Kurrizin, po në krau tjetër komisionin me gjikturin edhe ndryshon kushtetutën. Domethënë, kush është sensi?
Dhe në qoftë se ti je forcë politike serioze, merresh në mënyrë serioze me projekt buxhetin, jepi idetë tua, bëj kritikat aty ku janë dhe nuk bëhet kritika sepse do ta marrë parasysh Rama. Asnjëherë nuk është marrë parasysh në Shqipëri. Ama kritika bëhet për të kuptuar dhe populli që është poshtë shikoj, ore kush të PD-ja merr vesh nga ekonomia? Kush merr vesh në financat? Çfarë ideje kanë? Dhe ti nuk i promovon figurat tilla, ti promovon. Një pretendim PD-ja sot, opozita që vetëm 24 orë më parë i erdhi projekt ligji për buxhetin e vitit 2026, pra nuk patën askon e mjaftueshme për ta. Ti promovon figura që bëjnë numra të tillë në parlament, sepse ata dalin, ata bëjnë bujë, ata dalin media dhe normalisht ata funden në listë vënd për zhurmë sot, po për diskutime konstruktive. Zekti, çfarë kishe për të shtuar që të bëj një pyetje tjetër? Po nis me litën pas. Kësaj lloj gjendje ku është grupi parlamentar i PD-s. Hajde më, s'ka problem me gjendjen që jemi. Të paktën të organizohemi, domethënë të bëjë një debat serioz politik për mënyrën se si pretendon qeveria shqiptare ti përdor paratë vitin që vjen. Pra qeverisë, kjo është filozofia e qeverisjes. Të caktoj deputeti A, të bënte një diskutim shumë serioz 10 minuta për arsimin. Ta merrte ku diun, që nga viti 2013, 2014 me rast si ka lëviz buxheti, si përdor paraja për Altertex, si përdor paraja për kurrikula, si përdor paraja për shkolla, për godina, atë tregon vizionin e vet. Kjo gjë të bëj për shëndetësinë, kjo gjë të bëj për rrugët. Pra do duhet bëj kjo gjë. Është shumë e rëndësishme, sepse bën atë që thotë endi, ti do bësh njëkohësisht dy gjëra. Edhe e ve përballë kritikës publike tjetrin, edhe i dëshmon publikut që ti, jo vetëm që e njeh, jo vetëm që e ke seriozisht, por ke edhe një vizion për nesër. Sepse vetëm kështu fitohet dëshmëria, shikoj. Nuk kemi zgjidhur nesër, po dëshmëria fitohet pikë pas pike, ditë pas dite. Atë që Armenia, se Shqipëria shkroi një ide çu budallaqe që çudia zgjat 3 ditë, jo nuk zgjat 3 ditë, çudia zgjat gjithë jetën. Pra, është konsumuar X apo Y në parlament, ku diun kryeministri apo ish kryeministri? Pse? Sepse ditë pas dite, pikë mas pike është bërë i mali i madh i konsumit. Nuk harrohet asgjë. E le shenjën e vet. Pra, kjo se ti sot kryen një imazh mirë të publiku. Nesër pra, pastaj pra, 4 vite në fund fare ti ke kryer një imazh të madh besueshmëri dhe fiton zgjedhjet. Pra, kështu do duhej. Edhe buxheti është momenti ideal për të bërë këtë gjë. Okej. Madje vjet po ju kujtohet juve, se kjo është puna e inkoherencave. Partia Demokratike ishte mosbindje civile. Po. Edhe në fund parlament kur doli buxheti. Po, se për buxhetin thanë do duhet shkojmë, po. Pra, i kushton rëndësi, atëherë merro seriozisht pra. Okej. Mirë, megjithatë, Lita, se e nisëm me sjelljen e opozitës. Përpara se të bësh pyetjen, se ka një replikë për të bërë këtu. Çfarë replike? Replika është që ne nuk merremi pse PD-ja i ktheu kurrizin e Ramës. Ne kemi frikë se PD-ja kthehet 90 gradë, si dele. Në ç'kuptim? Po kthehet pra. E ke parasysh? Për kulet. Për kulet, po. Kthehet 90 gradë. Kupton, këtë problem kemi ne me PD. Sepse ti ke frikë që nga kjo sjellja 12 maj na thanë që është regjim. Po. Filluan regjimet. Morën sa pushime. Po. E bën ngushtin nëpër plazhe, nëpër ata vilet e palasës, këta që bëjnë reformën zgjedhore. Pastaj u kthyen, morën mandatin. Pastaj folën që të bëjnë reformën drejtësi. Folën që të ndryshojnë kushtetutën, do bëjnë ca senate, me ca senator. Po. Kupton? Mirë, s'ka rënë dakord ende. Do bëjnë foltore. Po. U rikthy prap Damiani me Oerdin, në ata dhoma të fshehta siç i bën ata, fiken dhe dritën të dy. Jo, se nuk fikin dritën. Se janë dhe komshin në palas ata dhe të dy takohen prap në Tiranë këta për të bërë reformën zgjedhore që këta e sulmojnë sepse kjo luftohet të regjimi. Okej, pra sot i kthehen dhe kurrizit. Kjo të shqetëson prap. Kam frikë se këta do kthehen 90 gradë me Tiranën. Okej. Do kthehen 90 gradë me 90 gradë për kulën. Mirë, pra 180 gradë barkas. Dëgjoj, mirë, se ne nisëm pak me sjelljen e opozitës, po siç e tha edhe mentori, risia sot ishte vajtja e Ramës edhe dalja për herë të parë e zonjës Balluku pas ndryshimit të statusit legal. Si duhet komentuar shfaqja e Ballukut me Ramën krah për krah? Një sfidë ndaj SPAK, mesazh ndaj opozitës, po në raport me publikun si duhet kuptuar? Ka një gjë shumë interesante, sepse siç e vu të re, siç e vu në re shumë ekspert komunikimi, zonja Balluku nuk e kishte shkruar vetë atë fjalim. Ku e kuptove ti? Tani, ti duke parë ato që ka nxjerr SPAK-u dhe fuqinë e saj mendore për të folur dhe për të artikuluar në publik dhe në privat, ti e kupton shumë mirë se çfarë është në gjendje të artikulojë ajo me letër përpara dhe ato ishin gjesta që ishin komplet teatrale dhe të thënë nga ai që është afër asaj. Mbase e ka bërë diell apo? Por mesazhi më subliminal që u drejtua deputetëve PD-s është që juve ju ka mulur në gjunjë përpara meje. Ka mulur shumë në gjunjë përpara meje. Po, e kishin dhënë sinkron në material. Ti e prapte 90 gradë që këtu më duket. Si ta interpretojnë kjo që kjo i ka ulur në gjunjë? Si ulet njeriu në gjunjë?
Çfarë ka bërë kjo deputetëve PD-s që i ka ulur në gjuhë? I ka mundur politikisht. Do shte i ka mundur politikisht, po ka të drejtë mentori. Ka bërë supleks në mundje. Më mirë, pastaj përkthimi është. I ka mundur politikisht pra, i ka ulur në gjuhë, i ka mundur politikisht. Unë jam ekspert edhe për mundje. Ty të shqetëson fakti që mund t'i ketë bërë ndere, favore, këtu do të dalësh, ku do të dalësh? Si ka ulur kjo në gjuhë? Ju dyshoni për një kontekst erotik tu? Jo, nuk, as pak. E kishte në kuptimin, me sa po kuptoj litën, lita është ende 80 gradëshi. Kjo është shqetëson. Tani, unë besoj që si Rama, si Balluku, mendojnë që kanë kaluar periudhën e vështirë. Sepse mungesa e tyre publike në momentet e para kur zonjës Balluku ju komunikua akuza, tregonin në mënyrë absolute për një situatë nervoze, qoftë se cili në vetë, ashtu edhe të dy, si krerë të qeverisë. Sepse nuk ishte thjesht një akuzë, një hipotezë me cilat eksponentë të qeverisë, ministra, deputet, drejtori ishin përballur në mënyrë sistematike nga media, nga opozita. Çështja e zonjës Balluku ishte një çështje ekspozuar qartësisht me prova. Dhe rrjedhja në thojza e informacioneve që shoqëruan shpalljen e akuzës ndaj zonjës Balluku ishte një përzgjedhje e përkryer me syrin e juristit për të hedhur në publik mesazhe, komunikime që ishin katërcipërisht ato që provonin gjithçka për cilën zonja akuzohej bashkë me drejtuesit e tjerë të anullimit tendrit, ja japim këtij, ja heqim atij, e prishim këtë, marrim këtë, merr ai. Dhe unë mendoj që në këtë kontekst, duke parë, po të monitorosh rrjetet sociale të atyre 2-3 ditëve, ka një shfrenim të jashtëzakonshëm. Rrjeti gjak do, se më kujtua Manjani tani. Jo, nuk është çështje gjakut. Ka një shfrim të jashtëzakonshëm, mlefi, urrejtje, sharje, britma. Dgjoj, e kanë këtë për këdo që ka shumë pushtet, e kanë në përgjithësi. Nuk është çështje pushteti. Qofshin ata të opozitës, qofshin mazhorancës, opozita s'ka shumë pushtet tani, po. I njerëzve kur lexojnë se çfarë ka bërë dikush atje lart në raport me pozicionin publik dhe politik që ka. Dhe nëse ky lloj mlefi do përkthehej në një organizim politik. Mentor, konkretizoje. Çfarë i tha ajo? Do anullojmë tendrin, palloshi gjatë. Ja, atë se kam parë kërkundu, Lita, më duket më shumë si i krijuar nga rrjetet sociale se se kam lexuar as kund. Aty komunikimet e rrjeti u entuziasmua, u irritua. Shiko, mua këto çështje këto çështje këto komunikimet këtyre njerëzve bullizuese erotike nuk më joshin fare. Askat nuk e joshin mentor, po jo, unë pyetje. Ata që menaxhon legët, që thotë fike tendrin, ndizet tendrin, jepi pyetjen prandaj e bëra pra. Në fillim, ai ishte dita që opozita ta akumulonte gjithë këtë. Unë mendoj që konkret ata kanë qenë realisht të trembur që nëse kjo turmë e bërë agresive, do dilte në rrugë. Çfarë do të bënte? Çfarë do të bënte? Nëse populli del në rrugë në mënyrë agresive, del opozita jo. Tani kaloi 1-2 javësh i mirë dhe populli u rikthy në shtratin e vet. Zonja Balluku erdhi në parlament, mbajti një fjalim, tha ju më keni natë mu sepse unë ju kam ulur në gjujë politikisht, ju kam mundur gjithë ato herë, dhe pastaj next page. Next page i sot ishte që krahas parlamentit u shpërnda dhe lajmi nga gazetarët që të dy bashkëdrejtuesit e reformës zgjedhore, edhe Bylyk Bashi edhe Damian Gjiknuri, i kanë dërguar, regjia mund të më nxjerrë pak shkresat në LED, në ekran, 2 shkresa Komisionit të Venecias sa i takon reformës zgjedhore, pra. Se pastaj nëse do arrihet një marrëveshje apo jo, këtë nuk e dim. Ela prindalo këto. Se janë aq të pacip. Çfarë? Sa në ndryshimet e korrikut, 27 korrikut të 2024-s, kur u mbyllën tek ajo dhoma sekrete, e fshehtë, fike ndrita, të gjitha rekomandimet e OSB-s Odirit i refuzuan në en blok.
Dhe ata kurse tani kërkojnë ekspertizën e tyre. Ekspertizë. Po ta kishin njerë ato ekspertizët e tyre. Janë hedhur miliona euro për ta bërë këtë vetëm reforma. Këtu i kanë çmendur njerëzit të reformat. Okej. Reformat zgjedhore kanë çmendur këtë. Ka gjë çfarë pse ja kërkojnë me shkresë zyrtare ose BE ja ka dhënë vet. Mirë, kjo është tjetër histori. I ka bërë, i ka thënë merri për zgjedhjet e kaluara, i kujtonte çdo muaj merrni parasysh rekomandimet, tani që bërja e shkresës që na jepni rekomandimet, më duket si një gjë. Okej, mirë, megjithatë, përtek faktit pse i dërgojnë shkresën e të tjerë. E bukur është ajo firma në fund gjithsesi. E të dyve. Edhe zotit Gjiknuri dhe zotit Brygbashi. Zekti teatr apo normalitet? Kjo sjellja që këtej zihemi dhe protestojmë, këtej bashkëpunojmë për reforma. Çka, unë kam këtë bindje dhe besoj ndaj me juve, me tjerët, me gjithë publikun, pak a shumë që sistemi jonë politik shqiptar përbohet nga dy parti në aleancë me njëra tjetrën. Po? Një pjesëmarrje krimit organizuar dhe biznesi klientelist në vendimarrjen politike të vendit. Pra kjo triade përbën sistemin tonë politik. Edhe kjo triade është pak a shumë e gjitha brenda një interesi, të ruaj status quo-n që është tani. Status quo rrezikon të prishet vetëm nga ndryrja jashtë sistemit, që është prokuroria SPAK. Kështu që këta bëjnë gjithçka në funksion të kësaj gjëje, të ruaj status quo-n. Mund të jenë armiq, mund të jenë kundërshtar, mund të jenë shumë të egër, si puna akodion. Ajo dhel pra e ha leporin, por të dyja kanë interes që të jetë pylli. Se po çdo pyetje do të Kryeministri Rama edhe në parlament tha, ne jemi garanti i vetëm i reformës në drejtësi këtu. E tha dhe sot. Ashtu. Reforma drejtësisë sulmohet në dy mënyra. Rama e sulmon egërsisht duke e mbrojtur në këtë mënyrë, se kjo lloj mbrojtje që i bën ai, i tregon njerëzve që e ka mund molla. Pra ka drejt bërë që thotë që e ka mund. Okej. Apo jo, se nuk e ka, prandaj thotë se nëse e ka nuk do thotë që e kam. Po pala tjetër? Pala tjetër sulmon duke thënë që këta janë krim i organizuar. Pra, të dyja qendrimet. Edhe mbrojtja edhe sulmi janë sulme në fakt. E para, e dyta, çështja e reformës zgjedhore. Është mërna këtij konteksti, pra duhet pa mërna kontekstit madh, pra i shërben interesit e dy partije politike për të rrugë status quo-n. Reforma zgjedhore në Shqipëri është gjëja për mua më e parëndësishme. Shqipëria nuk ka probleme me reformën zgjedhore. Shqipëria nuk ka probleme me ligj zgjedhor. Ligji zgjedhor është ligj zgjedhor normal, i pranueshëm, demokratik, ne mund të kemi sistem më të mirë, mund të kemi ligj më të mirë, mund të kemi shumë gjëra tjera më të mira. Por kriza jonë nuk vjen nga sistemi zgjedhor. Kriza jonë vjen nga fakti që sistemi jonë politik bashkëpunon me krimin organizuar dhe biznesin klientelist prej vitesh dhe ka akaparuar të gjithë hapësirën për të prodhuar demokraci dhe liri në këtë vend. Edhe korrupsioni është gjigant, është galopant, me miliona euro, dollar, me ministra zënësmine që janë për burgje ose janë jashtë burgje dhe janë të akuzuar, se kjo që ndodh që zënës kryeministra është e akuzuar në mënyrë zyrtare dhe rrin detyrë, edhe ajo thotë që unë nuk do ta shaj drejtësinë, në fakt duke qenuar në detyrë, po bën një sharje totale drejtësisë. Se kjo është njeriu, patjetër sepse njeriu kur akuzohet nga drejtësia nuk rrin më në funksion, mbrohet pa funksion. Pse më në funksionin ti tani? Kjo do ishte më e moralshme thuat. Po nuk është puna e moralshme, është e drejtë, lënë moralin. E drejtë. Ky sistemi politik kështu funksionon. Kjo është praktika botërore. Kështu funksionon botërisht, po në sistemin tonë jo, pak shembuj kemi të tillë. Charles de Gaulle, këta nuk janë burrat mirë Charles de Gaulle. Kur pati një akuzë largua. Njeriu nuk mbrohet me duke qenë president, duke qenë kryeminist, zëvendës kryeminist, kryetar opozite, nuk mbrohet në këtë mënyrë. Mbrohet si njëri i thjeshtë. Se vetëm kështu prokurori mund të hetojë. Vetëm kështu gjyqtari mund të hetojë. Si zëvendës kryeminist në detyrë, i akuzuar për miliona dollar vjedhje, për këto që tha mentori me Ladin, këto lloj mesazhesh për miliona euro tendera. Pavarësisht se mund. Po, jo, po në këtë detyrë ti, jo edhe që po e masakron drejtësinë. Po ti po e bën atë që të ndjehet e pafuqishme përballë çdo gjëje tjetër, pra po legjimon gjërat e tjera. Se kjo është, nëse ti je godet, ti legjimon atë edhe për gjëra të tjera. Pra, ajo s'ka mundësi me hetu askën tjetër pastaj. Se po nuk të hetoj ty çfarë hetoj tjerat ajo. Të hetoj ti vjet lopën te lagja. Kështu që duhet të them që edhe reforma në drejtësi, reforma zgjedhore, në sistemin zgjedhor, është pjesë e këtij lloji mekanizmi dhe kësaj filozofie. Të ndërtojmë një mekanizëm zgjedhor, një ligj zgjedhor që të arrijmë në dy. Kur e përkrajnë atë që thotë OSBE-ja, e përkrajnë si Universiteti Tyre 2, kur nuk e përkrajnë si nuk Universiteti Tyre 2, nuk ka qëllim për te kësaj. Ky është qëllimi. Pra, sepse kjo sot do bëni këtë gjë, do bëni gjëra të tjera, kështu dihet botërisht edhe. Tafani, edhe një pyetje para se të shkoj tek 21 janari. Po, patjetër. Kodit zgjedhor. Kodi zgjedhor është një nga themelet kryesore të fatkeqësive të Shqipërisë, domethënë. Ato ndryshime që u bën 2008-ën.
Ndryshimet kushtetuese e ke fjalë. Ndryshimet për kodin zgjedhor, plus ndryshimet tjera që kanë të bëjnë për shembull me votbesimin e zgjedhjen e presidentit, votbesimin e qeverisë. Duhet ulen palët bashkë për të bërë një ndryshim, apo jo? Ky kod zgjedhor është maskaralliku më i madh që është bërë Tikombi, sepse e zhduk edhe e devijon në mënyrë të frikshme vullnetin e votuesit poshtë. Ti sot ke, domethënë, partitë të tjera jashtë PD-s dhe PS-s që morën 150.000 vota dhe kanë vetëm 4 deputet në parlament. Pra, PD-ja ka marrë 500.000 vota. Dhe nëse palët ulen, pra kur 12 ulen PD-ja ka marrë për të bërë ndërhyrje në reformë zgjedhore, PD-ja ka marrë 500.000 historia vota, ka treguar që të vegjëlit 3 herë më shumë vota se sa këto partitë e tjera, por ka marrë 50 deputet, ka marrë 10 herë më shumë deputet. Rama, sikur të ishte një sistem proporcional i thjeshtë në gjithë Shqipërinë, Rama nuk do kishte 83 deputet, do kishte 75. Dhe nuk do ishte kjo frika tani se do i ndryshonte kodet siç i donte vetë, me kode penale dhe me kode civil, kode procedurash e tjera. Baza e gjithë asaj që po ndodh në Shqipëri është ky kod zgjedhor. I ndërtuar ka stile për të mbajtur një duopol, PD-n dhe PS-n. U krijuan 2008-ën për të zhdukur LSI-n. LSI-ja në zgjedhjet që kanë qenë 2009-ën mori rreth 100.000 vota dhe vetëm 4 deputet, u dalluar qartë. Dhe tani po e shikojmë prapë në zgjedhjet që u bën 2025-ën. Dhe jo vetëm kaq, dhe propozimi i Ramës që të ulet numri deputetëve shkon pikërisht në këtë krah, sepse do bëhet akoma dhe më vështirë për partitë e vogla të futen në parlament. Ky është thelbi i gjithë problemit në Shqipëri. Kodi zgjedhor. Të tjerat pastaj janë kohë, sepse kodi zgjedhor është ai që paraqet vullnetin ton politik dhe që përkthehet në qeverisje. Kur vullneti jon deformohet, nuk je më në demokraci pastaj. Pastaj je gjithë çfarë të duash, plutokracia, aristokracia apo diçka tjetër. Por kodi zgjedhor është problemi. Dhe fakti që të dyja palët po ulen, çfarë tregon? Kanë ndërmend ta vazhdojnë. Do ta vazhdojnë? Po ta vazhdojnë këtë tashmë ti do kthesh. Për të ruajtur status quo-n, atë që thot Zekti të dy palët. Tashmë ti po kthesh në aristokraci, do jetë një grumbull njerëzish, që do jenë vazhdimisht ose deputet ose ministra, dhe do jetë një grumbull njerëzish që sa vinë bëjnë më të vogël. Tani këtu do ta shohim çfarë produkti do prodhoi ky komision, a? Një gjë nuk thon ta, sepse ulja e paksimi i numrit deputetëve, po e bën më të vështirë pra se shqiptarët. Dhe këta nuk ja thon shqiptarëve. Që vlezrit, motrat, nënat, baballarit e tyre janë larguar nga vendi. Nuk ja thon pse po ulim ne numrin e deputetëve. Nuk e thon. Po pse ka ardhur ja? Nga reforma administrative, hoqën shërbimet, kurrën shërbimet. Prandaj po ulën për të dyja pra, edhe për reformën zgjedhore dhe për reformën territoriale. Po ti ke buxhetin sot, 1/3 e ke për pensione dhe për ndihmë ekonomike. 3 miliard nga 8.8 e ke vetëm për çështje të mbajmë mbijetesën gjallë, të mbajmë sistemin klientelistë. Se duat kaloj te 21. Shkurt këtu. Unë besoj që reforma zgjedhore dhe reforma administrative janë dy aktet më të rëndësishme të kësaj legjislature. Reforma administrative u bë, sepse çfarë ndodh kur shikojmë bashkë ne, kemi atë alergjinë. Të rëndësishme janë, unë më shumë doja të kuptoja këtë teatrin që bëjmë palët pra, se kam dhe titullin në ekran të tillë. Pra në parlament përplasen, bëjmë protesta foltore, pastaj ulen bashkë, e gjitha kjo nuk shkon për sytë e publikut, edhe unë si qytetare, jo më si gazetare. Pa bashkëpunim. Nuk më rri e gjitha kjo. Kur i shohim që zihen thonë, po mirë më pse s'bashkëpunojnë. Kur i shohim se bashkëpunojnë themi e bën pazarin. Dhe konspiracioni po kemi një të drejtë nuk është pa bazë. Kemi një të drejtë, se historia na ka treguar që sa herë PS-ja dhe PD-ja janë bërë bashkë. Jo bashkëpunim, por thjesht kanë rënë në ujdi, kanë bërë keq. Okej. Dhe sa herë i shohim bashkë ne kemi të drejtë të trembemi. Por këto dy reforma të mëdha dhe etike për ekzistencën e shtetit dhe të demokracisë nuk mund bëhen në mënyrë absolute vetëm. Unë kam një gjë tjetër. Çfarë? Damian Gjiknuri dhe Oert Byllykbashi, dy figura të çmuara secili në partinë e tyre. Personazhe politik serioz nuk kanë më moral t'i firmosin ato letra. Po kush ta bën në vendin e tyre? Po kam tjerë së bushat. Po jo, pra jo. A kishin një në dorë? A ishin 4 vjetë? Reforma sot, reforma nesër, reforma sot, reforma nesër, dhe shkoj, 3 javë para zgjedhjeve, ndryshun ca presin ja 2 fjali aty, dhe e fillun prapë reformën. Nëse një çift drejtuesish
nëse po e quaj tash dyshja e kryetarëve, ka dështuar 2 herë për ta bërë këtë reformë, pse duhet besojmë që do ta bësh herën e tretë? Po më se këtu fillon morali, hip dorëheqjen, thonë nuk e realizuam nëse janë ata përgjegjës. Të njëjtët pra janë kudo këtu, nuk ndryshojnë. Rama në PS, Berisha në PD, tani reforma për pak moral politik. Më falni çikse. Po kjo është politika. Ata që janë të dy, PS-ja ka marrë duhet kishte 75 vota, ka marrë 83. Domethënë 75 mandate ka marrë 83. Është bonus. Shumë mirë është gjeknuri për ata. Edhe PD-ja duhet kishte rreth 47 deputet. Ka marrë 50. Po t'ishte përçan kombëtar. Të dyja e kanë bërë mirë punën tuaj, ta kanë dhënë bashkëkryetar. Nuk e kanë bërë shqiptarë me që jemi edhe të reforma administrative. Pse duhet ta vazhdosh me historinë? Për reforma administrative se u kaluan. Shumë shkurt vetëm Tafani, se dua të ndalem dhe te 21 janari, që pastaj t'i japim kohë Kosovës. E arritur shumë fondet që do i shkojnë bashkive. Sepse nuk thuhet ajo që e din gjithë, bashkit janë të dështuara financiarisht, që gjitha, me përjashtim Tiranës. Dhe Tirana ka dhe një buxhet që mbahet rreth 120 milion euro vinë nga taksa e ndërtimit e infrastrukturës, në momentin që mbarojnë ndërtimin Tirana dhe Tirana dështon si bashki. Dakor. Dhe ne jemi përballë një kolaps, por nuk flitet për këto, flitet për i ktheu kurrizin, i pa me sy të keq. E mira është patjetër që të dyja palët për reforma të ulen dhe t'i bëjnë bashk. Kjo është krejt normale. Thjesht duket paradoksale. Pak kur ti gjatë ditës i shef që po zihen në parlament dhe bëjnë protesta dhe pastaj në një moment tjetër i shef që ulen edhe bëjnë reforma. Ky është paradoksi. Partia Socialiste nuk ka nevojë fare për Partinë Demokratike për bërë këto ndryshimet e kodeve. Nuk ka fare më. Dakor, po themi, mira është bashkë të ulet të bëjnë. Reformat bëhen bashkë, patjetër. Por bëhen pas debateve dhe negociatave dhe mbrohet jo interesi imediat mes njëri secili. Me që është opozita aty, opozita ka pyetur ndonjëherë popullin për shembull? Se Gjeknurin e morën vesh që e pyet shumë. Po ndonjëherë për shembull të mbledhi kush mund të jetë në popull, se janë shumë vetë që janë marrë me idenë e një, po themi, reforme 3 zgjedhore që duhet bërë. A ka organizuar një tavolinë? Jo. Nuk besoj, nuk e kemi parë. Megjithatë, tani ti çfarë duhet përfaqësuar aty? Interesin tënd personal si parti politike apo interesat e shqiptarëve? Okej, ndoshta kur të nisi foltoren në gjitha qarqet e Shqipërisë. Po foltoria është momenti i fundit, ai ka nisur atë shkresën. Pse kjo shkresë nuk i është nisur njerëzve në Shqipëri? Ore, duam një tavolinë, ne jepni mendime si ta bëjmë. Tafani tani se Këtë do pyesim, po qytetarët do pyesim për këto. Po më ka njerëz. Çështje që i takojnë politikës. Po patjetër, po shiko, ka njerëz. Mendimin e komisionit të profesorëve. Do themi diçka. Dua të ndalem te Nuk është turpi i madh që në këtë vend, për çdo ngërsh kushtetues, për çdo ngërsh ligjor, shkojmë e komunikojmë me Komisionin e Venecës. Kemi qindra profesorë nga 35 vite, japin leksione, mësime, kanë studiuar jashtë, kanë lexojnë literaturë gjithë ditën dhe ne i kërkojmë ca çunakëve italian te Komisioni i Venecës, si lexojnë në kushtetutën. Biografinë përpara. Shyrje e madhe më. Shyrje e madhe për një trup akademik që nuk pyetet për këtë gjë. I vetmi vend po ta shohësh me kujdes në gjithë Romën Lindore, që bëjmë reformë zgjedhore me këto komisionesh dypalshe çdo 4 vite, çdo 2 vite. Megjithatë, Zekthi, jemi në demokraci parlamentare. PS-ja dhe PD-ja përfaqësojnë 90% të popullit shqiptar. Jemi demokraci, nuk kemi regjim. Le ta bëjnë ato dy. Nuk e them regjim. Po të kishim opozitën, do të themi regjim. Po ti the do luftoj regjimin, pra për ty është regjim, për mua. Parimisht, çështja e sistemit zgjedhor ose e reformës zgjedhore, është kjo çështje e vizionit politik të një politike të caktuar. Partitë e majta kryesisht tentojnë drejt një vizioni të sistemit zgjedhor proporcional. Partitë e djalla drejt vizioni o të përzgjer o majoritar. Pra nuk është se ka nevojë shumë të madhe që të bëhet kjo lloj negociate bjervdis. Vjen Berlusconi e bën ligjin me vizionin vet. Vjen Leta e bën brenda vizionit vet. Pra nuk është kjo çështja. Unë mendoj që sigurisht kjo thotë ende është vërtet që ka i probleme shpërndarjen e mandate me radhë, por ligji në vetvete është demokratik. Dakor, dëgjoj. Problemi jo nuk është kjo gjë. Se nuk doja që të diskutojmë reformat në vetvete. Këta e përdorin ligjin zgjedhor. Edhe këtu bie dakord me se nuk e kisha për qëllim që të diskutonim reformat në vetvete, po thjesht faktin që ngjan një lloj teatri kur palët gjatë ditës zihen, protestojnë, çfarë nuk thon për njëri tjetrin dhe pastaj ndarjen ulen dhe bëhen gjitha ngjan si një show për 35 vite, për 30 vite. Merr në një sistem politik ku pandushkueshmëria është institucioni më i qëndrueshëm, është një monument kulture këtu, pandushkueshmëria. Sa kohë ka nisur të bjerë pa ky monumenti, atëherë bashkëpunimi i tyre është edhe më i shfaqshëm, edhe më i thellë.
të bëhet ndonjë kaq. Dhe vetëm për të që ta mbyllim këtë, ne për shembull nuk kemi akoma ligj për referendume. Hera e fundit që është bërë referendum këtu ka qenë me kushtetutën në 98-ën dhe po bëhen 30 vjet. Kemi shumë gjëra që s'kemi. Jo, po u la dhe kur sa herë ndryshohet kodi, asnjëherë nuk ndryshohet ligji për referendum, sepse kanë frikë nga mendimi i popullit që jepet me referendum. Nuk duan që t'i lënë dorë një vullneti popullor të vendosë një ligj apo të bëjë një ndryshim. E duan vetëm këto dyja, këta të dy. E kuptoj. Mirë, se çfarë do prodhojnë këto komisione ka kohë në fakt për ta parë dhe për ta diskutuar. Deri zgjedhjet e tjera ndoshta mund të mbarojë edhe më shpejt. Gjithsesi, sot një tjetër lajm dite ishte vajtja për herë të parë. Jo në SPAK, se në fakt rrugën për në SPAK Sali Berisha e ka çarë prej kohësh, se çdo 2 javë shkon atje për shkak të masës së sigurisë, po ishte për herë të parë në SPAK ku dha dëshminë për çështjen e 21 janarit si person në DNI. Pas shumë pretendimeve ka ardhur fletëthirrja, nuk ka ardhur fletëthirrja, sot më në fund ai shkoi dhe në dalje pas 2 orësh dëshmi ka bërë këtë prenoncime. Ndjekim pak. Asnjë urdhër nuk është dhënë për të qelluar. Kur? S'mund t'i jepet urdhër. Është qelluar nga vendorët e Gardës. Garda ka një ligj. Ka një ligj. I cili ligj autorizon rojen të qellojë sa herë dikush e kërcënon me ndonjë objekt apo me ndonjë gjë. Të qellojë në ajër, kur ajo përsëritet, të qellojë te këmbët, kur ajo përsëritet, ta eliminojë rrezikun. Ky ligj është votuar nga Partia Socialiste, jo nga ne. Të falsifikosh një zë është gjëja më e thjeshtë. Janë imituar po thuaj në autenticitet të plot, jo zëra të njerëzve thjesht, por gjerdhe të president të Shteteve të Bashkuara, të Barack Obamës. Si mund të besoj unë një audio pas të dorëzuar pas 12 vitesh? Mirë, 21 janari është një çështje e gjykuar, e hetuar, shumë persona kanë bërë edhe burg për këtë çështje, tashmë i ka shkuar dhe një herë SPAK-ut pas vendimit të Strasburgut, e tjerë sot Sali Berisha nuk ka bërë ndonjë deklaratë ndryshe nga ato që ka thënë deri më sot, janë po të njëjta deklarata, duke përjashtuar vetëm deklaratën sa i takon audio regjistrimit, të cilën e ka quajtur jo autentike dhe të manipuluar. Lita, ti dhe ke qenë në fakt kur ka ndodhur 21 janari tek ajo protesta, tek gazetarët që kanë qenë në shesh ose në bulevard. Gjithsesi, mendon që ka diçka të re këtu, pra një provë, një indicje të re që mund të ngrihet një akuzë ere qoftë për Berishën, qoftë për Bashën, apo nuk e di njerë si fillim. Pra mund shkohet deri te urdhri politik? Se kjo ka mbetur deri tani pa provuar. Pra kush ka dhënë urdhrin politik, po themi? Se nuk bëhet më fjalë për gardistët kush ka gjuajtur, kush nuk ka gjuajtur, kush ka dhënë urdhrin politik. Mund shkohet deri këtu? Do të ngrej disa pyetje, sepse e kam ndjekur protestën atë ditë për një media italiane. Berisha sot mohoi të ketë dhënë urdhër, nuk është dhënë asnjë urdhër, tha nga brenda kryeministrit. Berisha ka qenë personi më i pa interesuar për të vrarë njerëzat. Mendimi im ky. Pra nuk ka dashur që të vriten njerëz protestues. Ngjarja e 21 janarit nuk është hetuar kurrë në tërësinë e saj. Po? Ajo është një kryengritje kundër shtetit, e organizuar si demonstratë e dhunshme kundër shtetit me qëllim provokimin e dhunës deri në viktima. Ai është një 14 shtator me viktima. Pra ti ke sulmuar institucionet dhe pret kundër reagimin e institucioneve. Aty ka pasur segmentet e shtetit që kanë komplementuar kundër qeverisë, kundër pushtetit, kundër rendit kushtetues. Nga antarët të forcave të armatosur, nga antarët të shërbimeve, nga antarët politikës, segmentet të tjera që kanë komplementuar kundër shtetit. Pra ti po thua njësoj si Berisha që e ka quajtur puç. Jo, nuk them si Berisha. Kundër shtetit atë kohë. Unë them vërtetën. Dhe vërtetën, pasi kam biseduar me forca që kanë qenë aty, kam biseduar me ish shefa shërbimesh, me ish ushtarak që kanë bërë planin e mbrojtjes së institucioneve dhe shumë njerëz që kanë qenë të angazhuar në ruajtjen e kryeministrisë. Ruajtja e kryeministrisë ka qenë skandaloze nga ana e Gardës. Unë aty kam parë që gardistët që ruajnë kryeministrinë
ishin në panik total dhe qëllonin ku të ru me Kalashnikov dhe dridheshin nga emocionet, nga adrenalina, nga frika dhe qëllonin para mbrapa, nuk shikonin, aty nuk ka pasur urdhër, ai ishte në panik. Mu të shkallë dhe kryeministrisë, e mbaj mend si sot kam qenë dhe me kolegë më të moshuar se mu, të cilët të pare që kanë dëgjuar zjarrin, pra të shtënat kanë ikur me vrap se e kuptuan që këtu do ndodhte një gjë shumë e rëndë. Ajo ishte përgatitur për një gjë shumë e rëndë. Sepse aty janë lëshuar 300 veta nga Galeria e Arteve, unë e kam ndjekur atë dhe kanë shkuar me gur me huj, ishin totalisht ndryshe nga protesta e Partisë Socialiste. Ata ishin persone që shkuan për të sulmuar forcat e rendit dhe për të krijuar situatën. Protesta u nda në dysh, filloi gjullurdia, nuk e merrte vesh pari dytën, derisa dodhen dhe vonë kemi kuptuar që kishte pasur viktima, sepse në moment ishte shumë rrëmuj nga të gjitha palët. Pra u hodhën dhe ata bombat molotov, bomba karta, ata shurdhuset. Kishte edhe paralajmërime nga drejtoria e përgjithshme e policisë që do kishte dhunë. U doqën makinat e Top Channel, 8 makinat, sepse Partia Socialiste kishte regjizor për protestën, kishte 2 regjizor. Çfarë regjizor është? Kishte regjizor për protestën, se si do ta bënin skenografin, ku do ndisnin zjarrin, ku do ndisnin makinat. Kush ishin këta? Dijen ata kush janë, i di Partia Socialiste, po t'i pyesësh. I di dhe Spaku. I di dhe Spaku, kush kanë qenë ata organizatorët e protestës. Aty protesta pastaj kur ka viktima, duhen hetuar viktimat. Pra duhen hetuar si vdiqën këta njerëz. Dhe ka ndodhur ai procesi që ne dim ligjor. Një proces ka ndodhur pra, pikërisht këtë dua të them. Tani ka mbetur urdhri politik i pasbardhur. Pra kush ka dhënë, nëse ka dhënë dikush një urdhër politik. Hetimi nuk ka ndodhur. Ata molotovat që erdhën nga Shkodra, molotovat që hodhën në 21 janar. 21 janar kanë ardhur nga Shkodra. Kush i solli? Partia Socialiste. Pyet Ministrinë e Mbrojtjes, e di Ministria e Mbrojtjes, e di Shërbimi Informativ Ushtarak se kush i ka bërë. E di Shërbimi Informativ, e di stacionet e huaja në Tiranë se kush e organizuar demonstratën, jo vraset. Vraset kanë ndodhur, siç e dim ne, nga shtimja e gardistave, që është ajo një hetim. Por këtu fokusohet ka dhënë urdhër Berisha, s'ka dhënë urdhër Berisha. Pse do jepte urdhër Berisha duke qenë në zyrë dhe nuk largohej nga zyra sepse kishte seder, vinte turp me dal nga zyra sepse e shikonin njerëzit e tjerë. Pse do donte ky njeri, në hipotezë, 4 viktima për treguar që është i fortë. Mundet situatat këtë dalë jashtë kontrollit, Lita? Unë mendoj që ka dalë jashtë kontrollit, por nga gardistët dhe nga njerëzit që janë marrë me operacionin e ruajtjes. Dhe ata njerëzit që janë marrë me ruajtjen e institucionit janë graduar nga Partia Socialiste, deputet, siç është Agron Malaj, drejtor përgjithshëm policie, sepse këta tjerë nuk janë thënë. Që aty që i ruajnë në kryeministrinë, më pas Edi Rama i bëri dhe drejtues lart policisë shtetit. Do çfarë tetosh aty? Aty i kanë lënë qëllimisht 15 vite, që mos kuptohet asgjë, që shpërderimi i detyrës nga ata që kanë bërë të gardës, politikës etj. Mos kuptohet, të parashkruhet dhe mos të hetohet. Spaku e di shumë mirë këtë punë. Në qoftë se ata kanë të penduar, kanë gjëra të tjera, këtë do ta shikojmë, por ne, me aq sa kemi parë, me aq sa dim, aty ka qenë një gjë komplet tjetër nga sa thuhet këto ditë, apo siç është në 15 vjet e fundit. Unë jam me të vërtetën dhe siç e kam parë atë ditë, e raportoj edhe sot. Tani këto dëshmi që Spaku po merr, Lulzim Basha ishte, nuk e di nëse Muhamet Rumbullaku ka qenë për 21 janarin apo jo, Sali Berisha e tjerë, janë pjesë e procedurës pra Spaku po mbush dosjen që më pas t'i japi fund. Ministri i Financave, pse nuk thirret Ministri i Financave, i cili deklaroi në një televizion kombëtar që tha kemi kapur një transaksion 300.000 euro nga Australia për të financuar protestën. E diti që shumë video nga YouTube-i të asaj nga mediat kombëtare janë zhdukur? Çfarë është zhdukur nga YouTube-i? Deklarata që ne s'majmë përgjegjësi nga Partia Socialiste, do ketë demonstrat. Jo, ka qenë një deklaratë e Ramës që thoshte nuk populli mund të marrë në dorë fatet e veta. Kjo ka qenë deklarata më e fortë para protestës. Ata të Spakut të shkojnë urgjentisht në bibliotekën kombëtare, të sekuestrojnë fondin e gazetave dhe të shkojnë gjithë deklaratat e politikanëve para dhe mbrapa. Dhe aty të kuptosh ti se çfarë ka ndodhur dhe se si është përgatitur gjëja. Se ne marrim mend vetëm pjesëza të atyre deklaratave. Aty është folur për viktima 24 orë përpara se ndodhin viktimat. Ore ku i din këta që do ketë viktima? Ku e din? Mirë.
Dakor, po do deri thoshti tani. nuk ka përgjegjësia ai që organizon protestet. Jo. Unë kam pyetja, duhet thirrën dhe ata që e kanë organizuar, bashkë me Berishën që ishte sot, me Bashën që ishte dje. Këto pyetje duhet ngrejmë në publik. Këto pyetje thashë që duhet. Po që si japim do të përgjigje vetë ne. Që ka aty institucionet shqiptare kanë dokumentacion të plot, shërbim informativ ushtarak, drejtoria e policisë që ka nxjerrë komunikata, ka nxjerrë urdhra, duke ditur që ka qenë e dhunshme. Po deri tani, a dim gjë ne që s'pak të ketë një element të ri përveç atij audio përgjimit që vetë sot e kanë pranuar që ka një gjë për të kuptuar çfarë po ndodh tani me 21 janarin. Nuk e kuptojnë dot sepse është regjistrim nga një kaset tjetër, pra nuk e vërtetojnë dot. 21 janari është një gjë shumë e madhe. Po. Pas 97-s, 21 janari është ngjarja më tragjike në historinë e shtetit shqiptar. 21 janari tani diskutohet dhe flitet për fundin, jo për fillimin. Po. 21 janari, si tha dhe Lida, ishte një gjë e organizuar për të qenë ashtu siç ishte. Viktima dolën pa parashikuar. Tani, se kishe përcaktuar njëri sa njerëz do vriteshin, po them intensiteti i asaj demonstrate, dhe jo më kot, organizatorët u kujdesën të mos quhej protest, por të quhej demonstrat. Kanë ardhur njerëz organizuar, atë skalionin e njerëzve të sulmit dhe përbënin grupe të ardhur nga Tepelena dhe nga Shkodra. Domethënë një ditë gjithë policia, shërbimet sekrete, gjithçka. Jo më kot edhe ambasadat lajmëruan qytetarët e vetë që të mos qëndronin në Tiranë atë ditë, jo thjesht në bulevard. Pra është një histori e madhe. Deri tani, protesta në tërësinë e saj nuk është hetuar si sulmi organizuar mbi institucionet e shtetit. Por është hetuar vetëm vrasja, finalja, pjesa më tragjike e protestës. Mendojnë që do ta bëj spaku këtë pra. Dhe nëse bën këtë janë akuzuar, janë hetuar, janë dënuar një pjesë e tyre, ky qelloja e qelloi, historia u rikthye sepse mbeti pa emër vrasësi i të ndjerit Alex Nika. Historia shkoi në Strasburg dhe Strasburgu e ktheu për ta trajtuar si vrasje shtetërore. Këtu ndryshoi historia, se deri tani ishte vrasja në pagujdesia, pra ky gardisti qelloi dhe nuk e dinte ku do shkoj plumi, pra nuk shigjetoi X-in me paramendim. Po është bërë ekspertizë armës, plumbit e tjerë. Gjithçka tani që ka mbetur në këmbë në ajo histori është vetëm urdhri për të qelluar. Të gjitha gjërat e tjera janë prezumuar, kanë mbaruar. Edhe sikur të dalin në rresht të gjithë, organizatori, planifikuesi, ai që hodhi zjarrin, ai që ndezi makinën, ai që i prishi provat, ai që gjithçka është mbyllur pas 15 ditësh. Dakor, po a ka ndonjë element ose provë të re që mund të çojnë deri te urdhri politik? Ajo që i mbetet tashmë Berishës në tavolinë është një audio që supozohet që tregon apo ka zërin e Berishës kur thot qelloni. Dhe jo më kot, Berisha sot e përqendroi deklaratën e tij në 2 pika. 1, nuk ka urdhër, dhe 2, ai audio përgjimi që supozohet se është marrë nga radiot, nga kanalet e komunikimit të brendshëm të gardës, nuk është i vërtet, sepse është një zë i prodhuar nga inteligjenca artificiale. Kështu tha Berisha sot. Ky është vetmja provë që e inkriminon Sali Berishën, sepse është e vetmja vepër penale që nuk është amnistuar. Mentor, nga aq sa kemi dëgjuar ne, nuk dëgohet asgjë, dëgjohen vetëm gardistë. Ka hipoteza që kanë ardhur prova të reja, ka sjellë amerikanë, sepse amerikanët dinin dhe padyshim që shërbimet e huaja dinin çfarë do ndoste në 21 janar, sepse përgatitjet nga njësitet guerile bëheshin në mënyrë publike. Kjo është e vërtet, po. A ka prova të reja këtë, nuk dim ta themi. Këtu duhet të dalim. Vetmja gjë tani. Nëse nuk ka prova të reja, mentor, a rrezikon që kjo çështje të jetë hapur për të mbyllur përfundimisht tani? Ajo çështje nuk u hap me vendimarrjen e prokurorisë shqiptare. Nuk e donte. Asnjë prokuror nuk do të merret me një histori, sepse i bit merret edhe me krimet e komunizmit tani.
Ajo çështje uri hap për shkak të një vendimi të Strasburgut, ishin të detyruar ta rimerrnin çështjen. Pikërisht për këtë po them. Tani, deri ku do shkojnë dhe çfarë do mbeten? A mos ndoshta gjithë këto thirrje që po bën Spaku për të dëshmuar personat ndjeni, si Berisha sot, Lulzim Basha dje e të tjerë që mund të përfundojnë nesër në Spak, pra janë thjesht procedurë për Spakun, për ta mbushur dosjen me dëshmi dhe më pas është absolutisht jo profesionale. Kush është? Është që për 15 vjet me këtë çështje janë marrë disa prokurorë, heto, ço, kthe, dhe nuk u morën asnjëherë në pyetje 3 njerëz. Organizatori që është Edi Rama, kryeministri që supozoi që dha urdhër dhe prishi provat, Sali Berisha, dhe ministri i brendshëm i kohës Lulzim Basha. Këta 3 njerëz nuk u morën. Zjen me avokate, me historie, me shqiptare, me protesta, me funerale, me gjitha gjërat e mundshme, prokuroria nuk mori asnjëherë në pyetje këta 3 njerëz. Sot rikthehet këtu pas rekomandimit të gjykatës së Strasburgut për të trajtuar si vrasje shtetërore. Por megjithatë po them, e vetmja provë që e vë Sali Berishën me shpatullë pas murit është nëse ka një gjë audio përgjimi tani, nëse vërtet është i pastër, nëse ka ardhur nga shërbime të tjera të huaja, si supozohet të tjerë, ku Berisha dëgjohet thot qëlloni. Nëse është kështu, Berisha është në telashe serioze. Nëse nuk është, kjo dosje mbyllet edhe. Mbyllet përfundimisht. Tafani. Nëse ka një vendim të gjykatës së Strasburgut që i rihapi çështjen dhe tha që nuk janë bërë hetimet thelluara. Nuk janë bërë hetimet thelluara dhe ndjes mentor se më thonë që nuk është e vërtet që është deklaruar pra që ka qenë krim shtetëror nga Strasburgu. Fatikisht. Gjithsesi nuk po e lexoj gjithë dokumentin se është pak i gjatë. Fatikisht nuk janë bërë hetimet thelluara sepse u mor vetëm pra u mundua të gjendesh kush i kishte vrarë dhe nuk u pan fare figurat politike që kishin pjesë në ngjarje. E para punës së duke filluar me ish ministrin e brendshëm të kohës. Garda e Republikës është institucion në varësi të ministrit brendshëm. Ka qenë atë kohë akoma dhe më tepër se sa sot. Po. Dhe ministri i brendshëm kishte të drejtë të jepte urdhra, të jepte po themi direktiva, po, në atë kohë për menaxhimin e situatës. Jo urdhra gardës për qelluar sepse ka po themi, ka një rregullore tjetër. Por, urdhra për menaxhimin e situatës, urdhra përgjithshëm. Për policinë e këto, ministri ka. Quhet plani operacional. Edhe është po. Pra, plani operacional në cilin ai ka gisht. Dhe i cili, ky plan mund të ketë dështuar në ato momente. Përveç kësaj, duke qenë se në qoftë se garda ka filluar të qellojë jashtë kompetencave që kishte, mund të shikohet mundësia, pak të ana ligjore, e faktit të, po themi, shpërdorimit detyrës me mos kryerjen e veprimeve që i kërkon ligji. Pra, kur ti je ministër, ti mund të kryesh një, po themi, një abuzim me pushtetin duke vepruar ose duke mos vepruar siç duhet veprosh. Pra, ai që mban një përgjegjësi juridikisht, ligjore, që mund të kapet si figurë politike, është ish ministri brendshëm i kohës. Po pra, sepse garda është në varësi administrative të ministrit brendshëm. Pastaj, urdhri që mund t'i japi Sali Berisha për të qelluar normalisht nga garda nuk duhet pranuar, një urdhër i paligjshëm nuk zbatohet, është parim ligjor shumë i fortë. Dhe për më tepër nuk ishte as tagrin, është një lloj sikur Berisha thoshte po shpall gjendjen e luftës. E kupton? Gjë që se bën dot ai, e kuptoj. Janë të tjera organe që bëjnë atë. Dakor, se garda është në varësi administrative të ministrit brendshëm. Po, në strukturën e saj. Ishte varësi direkte në ministrin brendshëm. Dhe për më tepër ka dhe një standard të vendosur në jurisprudencën shqiptare, duke filluar nga rasti i Ilir Metës në 2011, video në e cila doli dhe gjithë kjo situatë. Është fakti që kur kërkohet një përgjigje apo kur merret një material, duhet të jetë i paltëruar, pra duhet të jetë mjeti me cilin është shkruar përgjigjimi. Ky ka qenë standardi që ka mbajtur gjykata shqiptare në atë kohë. Pra, edhe sikur unë të marr një audio dhe e marr nëpërmjet një aparati që përgjoj, pastaj në ky aparat e hedh në një aparat tjetër, unë duhet të dorëzoj aparatin origjinal, nuk mund të eci me kopjen në një USB. Okay. Sepse nuk garantohet
mos alterimi i Po, dhe autenticiteti. Pra ky është dhe pretendimi që ka prokuroria e posaçme. Ky është një standard që ka mbajtur gjykata dhe nuk e di. Pra i është kërkuar xhaxhait Aleksnikës që ka dorëzuar USB-n. Po, nëse kopjen origjinale po themi nga. Ketë këtë gjë, pra është po themi pozicionin e shikoj pak vështirë, domethënë duke pasur parasysh se çfarë ka ndodhur ose çfarë qendrimi ka mbajtur gjykata shqiptare. Nga ana tjetër, nuk janë hetuar po themi, nëse mund të vazhdojmë edhe me kryeministrin apo me institucionin e kryeministrisë, ke fshirjen e serverëve që nuk u mor vesh. Nuk më kam pyetur për këtë, tha Sali Berisha sot, më kam pyetur për e cila pavarësisht se ishin 11 kamera, sigurinë e ambienteve jashtë. Po, janë 11 kamera të cilat serverat ishin brenda në kryeministri. Normalisht shefi i kabinetit duhet di diçka, sepse nuk është tani, ata që emërohen që punojnë në kryeministri nuk janë sekretari i përgjithshëm më shumë se shefi i kabinetit. Po, ka qenë erdhi aso. Serverat kontrolloheshin dhe vareshin nga garda. Thoheshin nga garda, serverat ishin aty, nuk kontrolloheshin, po tani ato Kjo mbetet të hetohet. Dhe kjo ngelet për të hetuar, nuk u mor vesh se si, nuk u mor vesh, të vazhdojnë çik për këtë pjesën e kësaj. Pra nuk u mor vesh si u dha urdhër, si u dha urdhër, pse u formatuan, sepse ndërkohë, nëse mbani mend atë natë, dilnin këtu dhe akuzoheshin nëpër media për depistim, që thoshin kanë qenë çadra, pistolete etj. etj. Ka Sali Berisha në konferencë për shtyp atë, po. Në krahun tjetër, në të njëjtën kohë po fshiheshin serverat. Dhe kjo është shumë e rëndë. Dhe nuk është hetuar dhe nuk është mbajtur përgjegjësi për këtë punë. Nga krahu tjetër, nga krahu i atyre që duhet të jetë hetuar, besoj, në procesin në cilët po sugjeta si përgjegjësi. Okej. Dhe po kur sugjeta atëra mund gjehet tani është çështja. Nga krahu tjetër janë ata të cilët sulmuan. Ti ke pamje organizatorët. Po, organizatorët, të cilët sipas ligjit duhet mbajnë përgjegjësi. Pra kur ti deklaron, pra informon policinë për mitingun që bën, ti ke një rrugë të caktuar, kush janë personat përgjegjës, si do menaxhohet turma, çfarë parullash do ketë, çfarë lëvizjesh do bëj turma, që të gjitha këto përcaktohen qartë. Dhe ata emra që kanë në nënshkruar atë dokument dhe ja çuan policisë shtetit në atë kohë, mbajnë përgjegjësi që kanë dalë nga ajo shkresë, përgjegjësi ligjore, sepse kanë çuar dhe në viktima. Por më tepër, ti ke aty ish element të mjaftit, të cilët lyenin me bojë kuqe persona, ne kemi parë video. Po janë ende sot e kësaj dite publikate. Dhe në ana e kodit penal, kjo mund të quhet edhe si nxitje e dhunës, dhe është vepër tjetër penale, sepse turma kur shikon absolutisht, sepse turma kur shikon një njerëz të përgjakur, ekzitohet më tepër dhe kalon në akte të dhunshme. Ai më të gjitha këto nuk janë hetuar, sepse edhe që gjitha këto kanë qenë nivel politik. Nëse e gjitha kjo çështje përfundon në zbardhje kush ka fshirë serverat, kjo mund quhet një çështje e dështuar pastaj. Jo, ti ke pamjet po themi të se kjo duhet hetuar e gjitha. Po, patjetër që duhet hetuar e gjitha sepse duhet bërë në kompleks. Shiko, nuk mund ta bësh një hetim copa, duhet kuptosh komplet situatën si ndodhi. Nëse ti merr një copë tani, një copë pasaj, ti rrezik mund të dënosh edhe njerëzit e gabuar, sepse nuk e kupton komplet ngjarjen. Prandaj ngjarja duhet hetuar në thellësi dhe në kompleksitet. Dhe midis tyre dhe ata që nxitën dhunë. Po pra, këtu duhet të dilja. Pra, nëse hetohet në kompleksitet, duhet hetohet edhe kush ishte qëllimi i asaj proteste, tentativa për pamarrje. Qëllimi është kompleksiteti, por faktet dhe veprave penale janë. Mesin e gjërave që nuk janë bërë, ajo që kërceti çik dhe bie në sy është fakti kaseta, po e quajmë tashmë me mjetin që mban zërin e supozuar të Berishës që urdhëron hapjen e zjarrit, ishte përfolur prej vitesh që ekziston. Po e ka familja këtij, nuk ja dorëzon këtij prokurorit se s'ka besim, po t'ia çojë këtij prokurorit tjetër. Po ta marrin spaku. Tani, po. Po, vetëm nëse e merrte spaku çështjen. Tani, të mendojmë pak që për çështjen më të rëndësishme të 2 apo 3 dekadave të fundit në vend, që ka prodhuar konfliktualitet politik, që ka shkaktuar viktima të pafajshme, shteti, prokuroria, është në dieni që atje matan 20 km larg zyrës e prokurorit, dikush ka një provë shumë të rëndësishme, por thot nuk ta jap ty unë se s'du. Jo më zotri, po s'është më dëshirë kjo. Nëse prokurori që jeton çështjen ka indicje që ai thot unë kam një kaset me zë, shkon dhe ja merr. Nuk është në dëshirën tënde ta dorëzosh apo ta marrësh si hajmali. Ndryshe është fshehja e krimit. Dhe pikërisht është me mos deklarim krimi.
Dhe ktheje tani, dhe jep drejt atij. Kanë kalu 15 vjet sot, çfarë është bërë për 15 vjet apo jo? Krijohet edhe njeriu sot tani, jo vetëm zëri. Edhe kjo ka një mori pikpyetjesh në gjithë të histori, pse nuk u bë kjo, pse nuk u bë kjo, pse nuk u bë kjo. Dhe për këtë arsye unë mendoj që nuk do ndodh asgjë tjetër, thjesht do të i vihet llastiku dosjes, edhe do mbyllet dhe historia 21 Spaku do t'i vë kapakun 21 janar. Nuk shikoj, vetëm nëse ka një objektiv jashtë asaj që unë nuk dua tjetë, jo se s'dua që Berisha të marrë. Po aludoj që nëse ka një mision politik. Për të goditur Berishën prapë. Për goditur Berishën, po mund të ndodhë për ta detyruar të abdikoj nga froni. Mund tjetë. Mund ta përdorin 21 janari për këtë. Por kjo është hipoteza e fundit që mundet dhe që unë dua tjetë, sepse unë nuk dua që Spaku të përdor. Spaku është i detyruar të hapi çështën sepse është vendimi i Strasburgut. Po them për hapin, po flas për mbylljen tani unë. Ai ka të mbyllja. Pra nëse nuk ka këto qëllime tjera në raport me të bërit drejtësi, unë i shikoj shumë të vakta instrumentat që nga ndorë. Nëse nuk ka gjëra që kanë ardhur nga, sepse 21 janari ka qenë i përgjuar nga të gjitha kanalet e mundshme në atë kohë, sepse ka qenë një gjë e paradajmëruar, e pritshme, e deklaruar në media, nga gjithë organizatorët e vetë shteti, shërbimet tona, shërbimet tuaja, pra ka patur mori gjërash. Nëse dikush s'ka çuar në post në Spak, ka pasur shënduar. Pa dyshim. Edhe që ngjarje për shembull është dhe një nga arsyet që PD-ja nuk duhet kishte ata drejtues si ka sot. 21 janari. Fakti 21 janarit është një 21 janarin ja dha goditjen, 21 janari Gërdeci ishin dy ngjarje. PD-ja humbi 2013-ën. Që humbin 2013-ën, këtë doja të thoja. Ka ngritur me kokën. Dhe sot arsyeja që dështoi ajo protestë është pikërisht një nga arsyet është pikërisht dhe po themi 21 janari. Pra, ti ke marrë një goditje aq të fortë morale me atë ngjarje që ndodhi dhe për më tepër mënyra se si ti ke vazhduar me forcit mbash pushtetin dhe më mbrapa ka çuar në një dekadencë të opozitës dhe për fat keq kjo shfrytëzohet edhe në politika. Mbase për ata të cilët akuzojnë, për shembull, se këtu është dhe paradoksi, Berisha e akuzon Spakun që është i Ramës. Po nëse Spaku ty të bën akuza dhe prapë bën një gjë të tillë dhe ti pranon këtë tezë, atëherë i bie që Rama është duke të bërë ty presion nëpërmjet Spakut që ti të pranosh ato që do Rama, reforma, gjëra, e kupton? Dhe të mos futesh në zgjedhje apo ti abandonosh apo të bësh veprime tjera. Apo edhe qoftë thjesht të rish kreu i PD-s, e gjithë edhe thjesht të rish kreu i PD-s shërbimin e Ramës. Thjesht pra, unë të bëj presion nëpërmjet Spakut që ti të sillesh siç dua unë. Domethënë është kundërproduktive dhe teza e vet PD-s në këtë rast. Okej, mirë, ta fani një pyetje shumë shkurt. Megjithatë, nëse s'ka ndonjë element të ri, nëse dëshmit e personave që po thirren, pra Basha, Berisha, kryqëzohen njëra me tjetrën dhe ka gjëra që nuk përputhen, pra duket që janë deklarata të ndryshme. Mund të përbëjnë këto një provë për Spakun për të ngritur ndonjë akuzë apo jo? Për ata është e vështirë, nuk e di nëse mund gjenden kontradiktor element të shpërdorimit të tyrës apo element tjerë, sepse kishte varësi direkte Gardën. Por ajo që është evidente, paktën për mendimin tim, është pamjet që janë të personave të cilët kanë nxitur dhunën. Dhe i ke filmimet YouTube, i shohin që të gjithë. Kush kanë qenë personat që kanë nxitur dhunën? Midis tyre janë dy persona të cilët kanë krijuar dhe lëvizjen bashk, domethënë se zoti përmend emrat, edhe njëri prej tyre është dhe kryetari i bashkisë që është në Burg, domethënë, kështu që mbasi një akuzë më tepër. Se kujtove bashkinë Tafani, edhe the pak më parë që PD-ja është goditur politikisht nga 21 janari. Është ngjarje e konsumuar 21 janari, se politikisht po flasë, se 4 muaj pas 21 janarit Lulzim Basha u bë kryetari i bashkisë. Tani ato zgjedhje në Tiranë u bë kryetari i bashkisë. Nëse do t'i futemi me 10 vota, se si e fitoi bashkinë. Shiko se kam qenë aty të pasim çfarë do të jetë më se si është bërë. Ja bën diferencë. Mos e futemi aty muhabetit. Aty kam qenë dhe vet. Duke qenë se Ladi Mentori dhe Endri gati mënyrë shterruese e paraqitën panoramën e kësaj gjendje dhe situate të hetimeve të 21 janarit. Unë pasem pak gjëra politikisht. E para, vendimi i gjykatës së Strasburgut është një farë mënyrë
një gjë shumë e mirë sepse i tregon prokurorisë shqiptare si duhen bërë hetimet. Prokuroria shqiptare në 30 vitesh mësoi që të hetoj copa siç e thanë me drejt tre miqtë e mi dhe miqtë e publikut. Pra, kemi një ngjarje futdore, kapi gjë dhe hetohet e gjën. Pra, ku diun, ka drejtori i burgut me korrupsion edhe hetohet ky, i mori e kaq. Kush e mori këtë drejtorin e burgut? A shkon sipër ky drejtori i madh, te ministri me radhë nuk hetohet ndonjëherë. Ndërkohë që nga pamja doktrinës penale, hetimi është komprehensiv, është gjithëpërfshirës, por nuk hetohet një njeri, hetohet një ngjarje. Ngjarja është 21 janare, nuk është ngjarje gjujtje me pushke, X personin ndaj ku diun, turp personin tjetër. Pra në këtë kuptim, Strasburgu thjesht ka bërë një vendim të rëndom, të zakonshëm fare për vende dhe gjyqtarë që e kuptojnë doktrinën penale në mënyrën e duhur. Pra, hetohet ngjarja në tërësinë e vet. Dhe kaq ka thënë Strasburgu. Nuk është për hetimin e filluar, kuptimi nuk është hetuar ngjarja. Edhe shpresoj shumë që kjo ngjarje të hetohet, sepse kjo është një ngjarje, si u tha. Ngjarja është e rëndë, patjetër. Ka diçka, ajo ngjarje nga pamja politike tregon përbuzjen e thellë, po të thellë, politikës shqiptare ndaj njerëzve hallëxhik të i veni. Aty po dhe përdorimin që është bërë njerëzve hallëxhik të vendi. Partia në opozit i thirri në pretendimin se po mbronte të drejtën dhe po luftonte korrupsionin dhe po luftonte maskarallëkun e korrupsionit të qeverisë shqiptare për shkak të videos që doli. Edhe në fakt organizoi gjykimin tim një maskarallëk të plot me hekra, me çadra, me tela, me litar, me çështje me ujë. Po besoj që ka padur dhe video njerëz edhe me armë aty, pra ka qenë një organizim i kujdesshëm për të prodhuar minimumi tollovie atë ditë. Minimumi një lloj tollovie totale. Që do të thotë që ti nuk e respekton fare njerëz, ti i merr dhe i çon atje dhe mish për top. I përdor si mish për top. Le të vritën. Po. Edhe në fakt, cilit u vran njerëz komplet hallëxhi, hekuran Deda, Alex Nika, Zver Veizi, Farik Myrto, qytetarët më të thjeshtë i vendi. Njerëz që jetojnë punën e vet, shtëpitë e veta që thirrën një proces politike, mendojnë që po vinë për të luftuar një korrupsion. Ndërkohë që nga ana tjetër kemi qeverinë e cila ekziston pikërisht për të mbrojtur njerëzit, për të mbrojtur bile për të mbrojtur doptin, do vrajë dopti, se këta janë më të doptit. Pra politikisht është një ngjarje llahtar. Pra tregon këtë gjë. Përbuzjen e plotë të politikës ndaj doptëve. E duket sikur flasim majt, nuk flasim majt fare sepse e diata këtë ka në thelb. Mbrojtjen e jetës dhe dietetit të kujdo, sidomos të doptit. Se më të fortin e Markullaj, shkollaj më e fortin. Me mbrojtë atë miliarderë, me mbrojtë atë kriminalë në shkollaj. Apo jo? Jo, për mblidhje zekse se jam shumë nga reklamat. Ndjes. Gjithsesi mendoj që Sali Berisha nuk mund të japi urdhë që të vritë njerëzit. S'ka stans. Gjithsesi ka padur arsye. Unë nuk mendoj politikisht i budalliki total i ka ndodhur edhe politikisht ka qenë dështimi plot i Garzi, i komisariatit, i policisë, ku dy njerëz të mbru kot aty me militantizëm dhe doli nga durat, por nuk besoj. Jam i bindur që Sali Berisha nuk ka thënë urdhër për të vrarë njerëz, s'kishte në interes fare herë. Pra, ky hetim do bëj dhe i gjë të mirë. Do jep mundësi Sali Berishës të dëshmojë që nuk e ka bërë të gjë, sepse ajo ngjarje është sikur të thasë një lloj varri politike i PD-s. Për fat keq, një lloj varri politike i PD-s. Ndoshta sepse u sulmu PD-ja, pra partia që vrau njerëzit, Berisha i urdhëroi njerëzit dhe vra kjo, vra. Ishte refren për vite të tëra. Edhe është mundësia që Sali Berisha të dali nga kjo ngjarje pak të llonjolle, sepse unë nuk mendoj që e ka të njollë. Okej. Nëse mund të edhe më fal e mbylla, por do duhet i ngjarje të shkojë për tej. Ta hetoj nga momenti kur u thirr protesta, si u thirr nga organizatorët deri tek momenti i fundit, deri tek deklaratat e fundit që ja vran këta me çadra pa çadra, ku di pra të hetohet në një hark kohor gjithë ndërja. A di çfarë duhet hetuar? Mendoj se njerëzit nuk e marrin. Si një amator të doktrinës penale që kanë qenë aty. A di çfarë Dajaku ka ndodhur në orën 6? Çfarë Dajaku? O, nëne. Mbas i filloi një shiu madh në orën 6 masdite, ka filluar Dajak nga policia njerëzve në rrugë të tmerrshëm. Sa u erë që s'kishte kam. Maj mend, unë shkoj, mora autobusin, i kanë këmbë te 21-shi. Ka dalë policia ka rrahur njerëz te 21-shi. Ti vetë hangër e gjë, jo? Jo, unë shpëtova shumë. Ka rrahur njerëz. Policia ka rrahur njerëz kot. Sepse u dha urdhë që duan marrë njerëz futur në komisariate. Nuk e di se kush i jepte ta urdhë, me thënë drejtë. Ministri Bronço. Tek dy kullat ja rrahur njerëz në mënyrë kafshërore. Kot se koti. A ti thua duhet hetuar kjo tani? Shumë 15 vite nga ky moment. Aty kanë ndodhur disa ngjarje. Plani mbrojtjes institucioneve është bërë nga zëvendës. Unë që dështimi plot ajo. Është bërë nga zëvendës shefi shtabit, i cili më pas u bë ministri i brendshëm i Edi Ramës. Semir Tahiri po thonë. Jo, një tjetër. Kush?
Po ishte zëvendës shefi shtabit u bë E Leshit, Sandro Leshi. Ai i gazit, generali i gazit. Ai bëri në planin e mbrojtjes. Sepse ministrit mbroheshin nga ushtria. Po. Kryeministria mbrohej nga policia dhe nga garda sipas ligjit, sepse nuk mund të çonin dot ushtrinë mbronte ministrit e tjerë, sepse duhej prezencë e madhe. Dhe ne dim, nuk e di tash nga pikpamja ligjore, por ministri i Brendshëm firmos planin operacional. Firmos planin operacional edhe për shkatru 100 rrën kanabis, ja çon drejtori i policisë, thot, ne do bëjmë këtë operacion, do janë 30 forca, kaq makina do ta realizojmë brenda 6 orëve. Ministri thot, okay, ve një firmë ose një ciklim, quhet, e ciklon okay. Plani operacional për ruajtjen e institucioneve, ja sjell komandanti i gardës, kemi vënë kaq trupa këtu, kemi vënë kaq sniper, kemi vënë zorrën e ujit këtu, kemi vënë antizjarrin këtu. Ministri i ciklon thot, okay. Pra merr dieni për këtë plan. Nuk është se urdhëron plan operacional si të mbrohet institucioni. Ajo është përgjegjësia e drejtorit të gardës, të institucionit që është i ngarkuar me ligj për ta ruajtur. Deri tani se mund ka pasur përgjegjësi ligjore, në momentin që duhet të shkojnë reklama. Ja se mund të them diçka për vonesë. E di me sa vonesja? Dy fjali. Hetimi rrezikon që të jetë i mangët edhe kësaj radhe, edhe për arsye se një pjesë atyre veprave penale mund të, po themi, janë parashkruar. Siç ishte rasti i drejtorit të policisë Tiranës, i cili nuk ekzekutoi urdhër arreste, dhe ti nuk mund ta akuzosh më. Pra, në këto kushte kur kanë kaluar kaq kohë. Kaq vite, po. Kaq vite, një pjesë e veprave penale parashkruan, që do të thotë ky hetim s'ka për të bërë i plot edhe tani, edhe sikur të kesh vullnet. Edhe tani, mirë, gjithsesi deri tani ne nuk dimë për ndonjë element të ri. E reja është që është pyetur Basha dhe Berisha. Shohim çfarë do dali nga ky hetim i SPAK-ut, a do t'i vendosi SPAK një kapak çështjes 21 janarit. Shkojmë në reklama, në pjesën e fundit, aq minuta sa na kanë mbetur, do shkojmë në Kosovë, sepse Kosova do shkojë në zgjedhje të parakohshme, sepse sot ka dështuar tentativa e fundit për të formuar qeverinë atje. Pas reklamave.